Është me dosje në sport. Po kjo është me dosje në Nuk është pozicion politik. Nuk është pozicion politik, po emëron nga politika dhe varet. Jo, se varet nga politika. Fare nuk e ka emëruar kryeministri. I miratuar nga Bashkimi Evropian sotri. I kishte varur parat në qafë. Jo i ke vërë, sepse nuk është investimi buxhetit shtetit. Kishte një festë të madhe. Prandaj zalojmë gjëra. Për investime, investime janë investime korruptive. Këtu armiq popullit. Jo ashtu ose kështu. Dhe ky është rasti ideal për të kuptuar një punonjë shtetëror. Etikë e profesionalizmit jo politik në Shqipëri. Ku njerëz shërbëtori Ramës, njerëz shërbëtori i Berishës. Ky është koncepti që duhet godasim. Kjo është e vjetër. Doli Ryli më burë, çfarë ke? Ndonjë ke bënë? Të doli Ryli apo? Do ndal sepse kur mbrojnë parimet e shtetit përballë këtij reagimi këtu dhe takin në këtë rast. Parime mbrojnë vetëm për për të kundur përgjigjur në debate të doli Ryli. Po më del Ryli sepse kur shoh njerëz këtu që pretendojnë që janë frymëre. Po dhe këtu nuk ka punojë se sa shtetërore jo politike. I ka shërbyer edhe tjetrit të del Ryli derisa të shprehet drejtësia, ai është një person i cili ligjërisht nifet, zyrtarisht nifet që ka denoncuar vjedhje në Shqipëri, nuk është Shabani, po është Arben Meçaj. Dhe ti thot Shabani që ti po mbron hajdutët, do të mbrojmë mbroj parimin. Sepse persona mbroj parimin do të dyshim dhe e drejta nuk ka emër dhe nuk e vendos ti. Do e ke filluar ty del sot të bëj moral gjithë ditën ky person nuk është hajdut, që ka shëndetësi, që ka shëndetësinë atje. Dhe më thua mua ti mbroj hajdutët tu, po ti më do të parimin. Po sta thot ai. Po jo më ti se tani. Ai nga televizori një person i cili gjen në mënyrë mekanike me po tek është duke mbrojtur me pasion dikë që ka vjedhur shqiptar.